Të nderuar dëgjues, ndalemi në një mjedis shumë shkodran, në një mjedis shumë të bukur, në një tingëllim jakovian siç janë tingujt e Preng Jakovës, të madhit Preng Jakova. 27 qershor 1917, 27 qershor 2018, 101 vjet, 101 vjet nga lindja e kompozitorit të shquar, nderit të kombit, Preng Jakova. Natyrisht në një ditë të tillë nuk ka se si të mos ndalemi tek vepra, tek jeta e këtij kompozitorit të pavdekshëm. Në fakt unë kam ftuar në studio shokun tim, kompozitorin Gjon Shllaku, i mirë se ardhur në studion ton për shumë veprimtari që ai ka, por sot jemi ndalur tek i madhi Preng Jakova, apo jo Gjon? Mirë se u gjeta. Mirë se erdhët, të falenderoj që je pjesë e programit të sotëm, por gjithsesi tema sot është mjaft e prekshme, mjaft e bukur, mjaft e dashur për të gjithë ne, apo jo? Sigurisht emri i Preng Jakovës rezonon në çdo moment kur dëgohet muzika e tij. Emri i Preng Jakovës rezonon në çdo moment që përmendet emri i një shkolle muzike. Emri i Preng Jakovës rezonon gjithmonë kur përmendet fjala oper, kantat, operet, muzikë e gjallë, muzikë me karakter qytetar, gjithmonë është emri i Preng Jakovës më shqiptar, mi të gjitha, sepse vetë jeta e tij ishte ashtu, e lidhur shumë me muzikën. Ai pothuaj se gjithçka që kishte objektiv të jetës vet ishte lidhur me muzikën. Edhe vetë jeta tragjike e tij mendohet që është lidhur me një farë mase dështimi në thojza, mund të themi, të një prej veprave të tij. Gjon, duke qenë kompozitor, duke qenë muzikant, duke qenë kryetar i një shoqate që artistike, kulturore, Preng Jakova, pra mban emrin, jeni, do thosha, një ndër njerëzit muzikantët më pranë artit të tij. Në fakt, pse arti i Preng Jakovës është i pavdekshëm? Për mendimin tim, arsyet janë disa, por do kryesorët është sepse Preng vetë është rrit dhe është formuar si njeri në një ambient kulturor shumë të zhvilluar. Ky është mendimi im personal dhe këtë gjë unë e vërtetoj sepse kam një lidhje dyfisht, mund të themi, me familjen Jakova, po edhe drejt për drejt, po themi, me Prengën, me artin e tij. Në radhë parë është ana familjare që na lidh, ne dy familjeve. Ai ishte një kushëri jonë, ishte mik shumë i ngushtë i babës tim, Gjon Shllaku. Kanë studiu, kanë jetu, kanë bashkëpunuar së bashkut. Dhe prandaj them që një ndikim shumë të madh ka lut ambientin në të cilin ai është formuar si njeri. Qoftë familjar, po qoftë edhe ambienti shoqëror i tij, ku ai u rrit pranë shoqatës Ilirikum dhe gjimnazit më vonë Antonian, të shkollës Antoniane Franceskane, ku ai pati mundësi të frekuentonte të gjitha ansamblet dhe të bëhej në kohë shumë të shpejtë edhe drejtuesi tyre. Kjo është arsyeja kryesore, kishë më thënë, dhe në vazhdim është pasioni i jashtëzakonshëm i tij që jo vetëm të organizonte artin muzikor, por të krijonte. Pra këto ishin dy kushtet bazë për të cilat themi që arti i tij është i pavdekshëm. Dhe një pasion i pa imagjinueshëm që mund të ketë një njeri është i futur në tanësinë e veprës së jetës së Preng Jakovës. Ai për artin muzikor. Ne pak më përpara dëgjuam Margellon, jo në versionin original, por të kënduar me një figurë ritmike disi më të dinamizuar nga Eranda Libohova, shumë bukur. Gjykoj se veprat e Preng Jakovës, këngët e tij, por edhe të gjithë veprat mund të shihen në këndvështrime të ndryshme dhe përsëri mbetin të bukura, shumë të bukura dhe të pavdekshme. Sigurisht ju sapo e thatë para se të fillojë emisioni që sikurse të gjitha veprat e shquara të muzikës botnore
klasike, qofshin ato romantike me radhë diçka tjetër, por kështu edhe muzika folklorike, edhe ajo europiane po themi, që është transformuar nga një formë, nga forma popullore në artin klasik, ashtu edhe vlerat e muzikës janë ato që mbartën në kohë. Dhe cilat vlera mbartën në kohë? Mbartën vetëm ato vlera të vërteta. Ato që janë jo të vërteta dhe potente, ato shuhen në kohë, pavarësisht nga momenti kur ato prodhohen. Prandaj në këtë kuadër ne mund të themi se sikurse të gjithë veprat e shquar të muzikës klasike, po themi, ose muzikës serioze, si quhet, për me përfshi Igrin ma gjansisht, ashtu dhe muzika e Prokjakovës në tanësinë e saj, me në një diferencë shumë të vogël, asnjë për veprave të tija nuk mund të themi që janë arkivuar dhe nuk kanë një vlerë e cila mund të ripërtritet, mund të rigjallërohet në kohë duke interpretuar, por njëkohësisht mund të rivlerësohet duke u futur në format një fjale, si kur se morë për shembull një prej këngëve të tija në formë ma moderne, si që ka babje fjala e randa, ose si që ne shpeshherë në rastet në festat familjare apo kur kemi rastin, ne këngët e Jakovës i këndojmë në forma ma moderne, gjithmonë me instrumentat ma moderne, me format ma moderne të kënduarit. Pra, ajo këngë që e mbart vlerën e saj, ajo mund të transformohet dhe gjithmonë të jap të ripërllojë një vlerë edhe më të shtuar. Edhe në bazë të artit të Prokjakovës ishte motivi tejet kombëtar. Nuk ka se si të mos mbeten në mendje motivet e Mrikës, Arja e Marës, koralet e ndryshme, të gjitha këto pse mbesin? Sepse kanë çdo gjë që lidhet me genin ton, sepse kanë vlera të vërteta, sepse nuk ka asnjë not të tetë abuzim, përkundrazi çdo gjë është e vendosur në vendin e vet, çdo gjë ka timbrikën e duhur, por edhe domethënien e madhe. Është shumë e vërtet. Pse ne themi që ky është një muzikant ose më mirë më thanë babai i muzikës shqiptare, mund të themi. Sepse në bazën e vet ai ka marrë karakterin e muzikës soul. Dhe sikur se çdo artist i madh që i ka kënu në gjuhën e vet muzikore, artit të popullit vet, këtu s'është rasti me përmend mjeshtra të mëdha, po edhe ky mjeshtër jo një madh Prokjakova ka marrë si burim të motiveve të veta, ka marrë atë çfarë është tipike për muzikën tonë. E para, e dyta, është lidhur shumë ngushtë me ngjarjet në të cilat ai ka përjetu vet. Bie fjala, po që se nisemi nga këngët e tij të para, të cilat janë të thjeshta, të brishta, dhe me vonë transformohen në këngë dashurie me shumë pasion, që kjo është e lidhur ndoshta me vetë jetën e tij. Po kështu, ai arriti të krijonte, të themelonte vepra të reja, të pa lëvruar përpara, siç ishte opera. Dhe aty nuk shkoi drejt për drejt. Ai shkoi nëpërmjet një frymëzimi tepër interesant. Sepse dikush më se mund të thotë, po mirë, para ka mirë se në atë kohë edhe periudha e komunizmit e kështu. Është vërtet se gjithë njerëzit në atë epokë kanë jetu. Por qofse marrim, qoftë drejt me Shqipni, që është melodrama e parë, veprim muzikor para ardhjes së operës. Ato janë edhe vetë opera Amerika, ato janë frymëzime të drejtë për drejta nga dëshira për një jetë të re. Emancipimi kryesisht i femrës shqiptare, që transmetohet nëpërmjet figurës së Amerikës. Pra gjithmonë nuk jemi në kushtet e ngurta të një frymëzimit, po themi, të plakatesk të kohës, pa e ka të e kalu gjithmonë këtë. Dhe po që se marrim tematikat, dhe njëkohësisht marrim edhe vetë jetën e prankës, është një kontrast kaq i madh, saqi ai ka arritë të mposhtë, do a ditë thush, edhe ndjenjat e drejtë për drejta të vetat, edhe vujtjet e veta shpirtënore, për t'i dhënë artin e duhur emancipimit të asaj kohe të njerëzve e kryesisht të femrës shqiptare. Dhe këtë e ka shprehur nëpërmjet melodive të mrekullueshme, por e ka shprehur kaq bukur edhe në të gjithë veprimtarinë e tij. Ne kemi qenë tepër të vegjël në klasat e para të fillores, që mbajmë mend Prokjakovën e gjatë,
serioz, gjithkund në veprimtaritë artistike, madje festivalet e fëmijëve më tepër. Ti ke këtu vet këngën. Besoj se do të kesh pasur edhe takime me edhe më kujtohet, natyrisht si fëmijë, si vegim, më kuptohet, por një thënie e një prej pjesëmarrësve në programet e mia më sjell një motiv. Në provat e një festivali del një fëmijë që jep disa nota falso dhe me një credo të veçantë Prenjakova merr fizarmonikën, i afrohet fëmijës dhe këndon bashkë me ta. Edhe thot, nuk ka fëmijë në Shkodër që të ketë lindur nga nënat e Shkodrës që të mos këndojë bukur. Prandaj mësojeni bukur. Ka qenë një organizator, ka qenë një mësues, ka qenë me shumë vlera në organizimin e veprimtarive, apo jo? Për t'ju afruar tematikës që ju sot keni zgjell, sepse për Prenkën mund zgjidhen tematika të ndryshme, po kjo është muzika ti jeton, është vërtet sepse lidhet me pjesë të rëndësishme të personalitetit të tij. Prenjakova ishte një njeri saj ashpër në momentin e provave, sepse rregulli ishte i detyrueshëm, sikurse është edhe sot e gjithmonë do të jetë, për të bërë diçka me disiplinë. Aq ishte i dashur me ata amatorët e vet. Aq për kujdese për ta. Kanë kanë momente shumë të vështira, njerëzit kishin probleme vitet e para. Ne imagjinojmë, kishin probleme me mundësinë e frekuentimit të provave. Ndërkohë që ato ishin e përfshata, ai interesohej për çdo detaj të jetës tyre. Një fjala po bi një shembull për muzikantin e mirënjohur, artistin e popullit Avni Mula, i cili punonte postier. Dhe në atë kohë ai kishte problemet e vet atje, sepse do të xhirte jetesën, bukën e gojës. Është interesuar për të dhe në momentin që ka arrit ta ketë pranë dhe në vazhdim vet ky mjeshtër e përmend me shumë respekt figurën e Prekës. Shumë ngjarje të tjera që amatorët e tij i kanë thënë, i kanë shkruar në libra të ndryshëm, në veprat që janë. Më kujtohet një intervistë me hallën tuaj, Neta Nika. Ndjes pas kur kemi realizuar një emision, pas provave të Mrikës, së bashku dilnim dhe përcjellnim njëri tjetrin dhe duke me një lajt motiv, me një lajt natën e mirë bashi, shumë bukur edhe me kanto, kontrakanto, me ngjyra të ndryshme, me zëra të ndryshme, improvizime. Pra ishte dhe krijues një ansambli të mirë muzikor, por edhe të lidhur shpirtërisht me artin. Mund të them përsëri për t'ju afruar asaj tematikës tonë që muzika e Jakovës, arti e muzikorit i jeton sepse vetë jeta e tij është lidhur, do të thënë në formë të pazgjidhshme me gjithçka, në çdo rast me muzikën. Po. Në një rast i vllai i tij, i ndier Çeskjakova, më thot, a din thot pse ka hin thot herën e dytë thot në burg para. Sepse ai ka vujt shumë. Edhe këto janë gjëra të cilat janë kalu, janë thanë, por ne duhet edhe të rikujtojmë. Për arsye se shohim ndër të tjera, përveç vujtjeve të një artistit, shohim kontrastin e madh midis një jete të vështirë dhe një vepre tepër suksesshme. Kjo e thellon dhe rrit edhe më shumë vlerën e tij si njeri. Po ai thot, sepse thot ai kishte marr pa asnjë dallim të gjithë koristat që knonin në një pjesë katedrale, një pjesë Franceskane dhe të tjera. Dhe kjo nuk ishte e mirë në atë kohë, sepse brenda aty ne kishte edhe njerëz që ishin, po thonë, me biografi të keqe. Dhe këtë ka pësuar para kanë korrizin e vet. Një në arsyet më se mund të jetë kjo. Pra mendoni, edhe një pjesë e jetës së tij është çrregullu gati thush nga dëshira për të lidhur e për të pasur një muzikë. Duke qenë se keni patur edhe si familje një lidhje, do thosha gjaku, por edhe profesionale. Baba juaj, muzikanti i mirënjohur Not Shllaku, ndjes pas, ka patur një korrelacion profesional
Sigurisht. Edhe duke qenë kështu ju ka transmetuar natyrisht edhe këto ndjesi, këto ngjarje, këto copza jete që kanë formuar atë mozaik të mrekullueshëm nderimi për këtë kompozitor të pavdekshëm. Është shumë e vërtet. Në çdo rast, qysh kur ishim të vegjël, unë maj shumë pak prangën vetëm si figurë, sepse ne ishim një moshë kemi ne edhe ishim vegjël kur e pat atë vdekje tragjike. Praga ishte një gati si thush një illull i familjes tonë, sepse vetë nana me Margarita, sikur se baba që ishte Spala, ato ishin të dy pjesëtarë edhe të grupit të grupeve muzikore, baba Spala, nërsa nana bate pjesë në korin e saj. Po kështu Halla, Neta Nikaj, këngëtarja e parë e Marës së Prekjakovës, edhe gjithashtu dhe lidhet e tjera që ishin, nuk ishin thjesht familjar, por ishin ma tepër artistike. Gjatë luftës së dytë botërore, ato së bashkut, i matë në Shklaku dhe Prekjakova, patën studiu në Rom, në konservatorin Santa Cecilia. Këta në gjanët njoftona për publikun, por këta në lidhje shumë të afërta. Dhe në vazhdim, çdo gjë ato e kanë banë në korelacion dhe në bashkëpunim, do të thënë artistik, sepse Pranga ishte drejtues, nërsa kishte nevojë për mbështetjen e njeriu që i thotë gjithmonë atë të vërtetën që e këshilloni, sikur se gjithë kemi nevojë për një këshill apo jo në jetën tonë. Pranga jetonte më tepër në shoqëni se në familje, gati thosh, sepse jeta e tij ishte shumë e lidhur me artën. Ai ka pas illull nënën e vet. Po aja nënë shkoi që kishte probleme të veta shumë të mëdha. Çfarë mund t'i jepte forcë në momentin kur ati i pushkatuan vëllan në mal e tjerë, ato ishte një forcë nanët, por nuk ishte një forcë për ta shtyrë punë e tjera. Këtë forcë ai ka gjetë midis miqsh, ka gjetë midis shokshve, midis edhe njerëzve të kohës, që pavarësisht nga ai terrori i fillimit të viteve, u gjetën shumë për e tyre që i landorën për Prekjakovës. Unë mund di vetëm një rast të vogël, që në momentin që ai ishte si internum, po themi, me rastin e vdekjes së vllajt të tij, u gjet mënyra që ai të nxirret dhe të shkruajë një vepër. Ishte Juda Makabe, një vepër e cila u realizua në pak kohë, por që ai ishte vepra e parë skenike që e ka shkruar, edhe vepra e parë, po themi, e realizuar në skenën shqiptare. Pra u gjetë njerëzit për t'ia dhënë dorën për Prekjakovës, pavarësisht kushteve shumë të vështira që duke i ditur vlerat. Absolutisht. Dhe pastaj ky arriti nëpërmjet punës së tij pa mposhtën, pa kompromis për një cilësi të lartë, arriti të bëhet një objekt dhe subjekt i dëshirave të mira edhe të autoriteteve të kohës. Pra arriti të kaloj, si thush, të i kaloj kufizimet e asaj që ishte biografia, po themi, në atë kohë. Ato arriti të i kaloj nëpërmjet punës së tij të vetmohuese. Pra, kjo është deri jashtëzakonshme. Një punë që natyrisht jo vetëm është shembull, por krijon një respekt të pakufit. Do t'i drejtohem një interviste që kam realizuar me kompozitorin, artistin e popullit Tishdaia. Vite më parë, në kohën kur Tefta Tashko vjen në Shkodër në vitet 30, Prekjakova i ri, së bashku me një formacion bande, ajo është e vendosur tek hotelit e Kafja Madhe në Mos Gaboj, edhe së bashku me formacionin frymor ka orkestru brenda një nate, një kohë shumë të shkurtër, dhe kanë shkuar poshtë dritarëve në formë përshëndetje për të bërë këtë koncert të vogël me motivet e këngëve të Tefta Tashkot. Vetëm një talent i madh, por edhe një pasionant i madh i punës dhe një organizator i jashtëzakonshëm. Një muzikant i madh mund të bëjnë të tilla ngjarje, do thosha që janë shumë të veçanta, apo jo? Vepra e tij jeton në notat e pentagramet e tij muzikore. Gjithashtu jeton në vlerat që i kanë dhënë edhe 3 autorë të tjerë, që për mendimin tim kanë një punë jashtëzakonisht të madhe, që është, po i marr në kronologji, Kujtim Shkreli, në biografinë e parë të tij të Prekjakovës, në vitet
1980, mas gabohem. E dyta është libri i njohur për Jakovën i zotit Isa Alibali, që gjë rastin të përshnes. Madje ka qenë i gatshëm të flasë në këtë po, se ka njohuri shumë të mëdha, zotin Isa, unë e maj mend shumë mirë në atë kohë, që ai pat art, ishin para viteve 90 edhe tash tematika preks është e lidhur pak me biografinë e vet. Po në formën se si ai vet ka bërë një bisedë shumë miqësore me babën tim. Unë e maj se ai ishte drejtori i një shkollës artistike. Dhe me shumë objektivitet kanë biseduar rreth figurës preks, duke prek kuptohet deri në thellësi ato gjëra që ishin të vërteta, po atë e kalu ato kufizimet e kohës. Dhe them që ajo vepër është sikur se ka marrë kujtimet të shumta nga i vllai i tij Jakova, edhe dokumentat e tjera. Njëkohësisht edhe Spiro Kalemi ka shkruar një vepër mjaft interesante, kryesisht në anën teknike, për sa zbërthehen veprat që nga e para deri tek e fundit të tij. Edhe për të vijuar me atë që jeton çdo ditë, që ka një aktivitet të admirueshëm, që është shoqata artistike kulturore Prenjakova, me formacionin e saj korale, me një veprimtari të shtrirë për gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit. Ju gjon jeni kryetari i kësaj shoqate, natyrisht mbani një emër të madh. Dua të di diçka për këtë indicje, por edhe për veprimtarin tuaj. Ne vitin e kalum në 100 vjetor. Përkujtum me rastin e 100 vjetorit, ne përkujtojmë, është një koincidencë interesante, edhe 20 vjetorin e krijimit të shoqatës sonë. Kjo shoqatë kulturore ka nisë në një formë kaqësisht të thjeshtë me krijimin e korit polifonik pranë salesianëve në atë kohë. Ishte një kor me përirje domethënë profesionale të muzikës polifonike botnore dhe shqiptare. Dhe në vazhdim në një bisedë që kam me të vllajën e tij që ishte gjallë në atë kohë, Cesk Jakovën, në një amanet që unë e kishe prej babs, sepse ai më thotë, preka gjithmonë thotë, noc ti do të jetosh mas me jetë, dhe do të kallëzosh, do të shkruash diçka për mua, gjatë cilën ai nuk arriti me e bë të plot, por kujtimet e tija i ka transmetuar tek mjeshat e tjerë, i ka lënë tek ne. Në këtë mënyrë unë mendova që ai kur të quhet Prenjakova, kjo ishte një hap emocional që unë e bana. Pra e bana për një detyrim moral, gati thosh, jo thjesht artistik. Kurse në vazhdim, emri i shoqatës Prenjakova ka një bindje të nëshme, ka një bindje të një emnit që nuk ka lidhje as me anën personale, as gjatë tjetër, ka vetëm lidhje me artin e kultivuar shqiptar. Për këtë arsye ne e kemi quajtur dhe e mbajmë me besoj me dinjitet emrin e shoqata kulturore artistike Prenjakova, sepse nëpërmjet saj kemi tentuar të ecim në gjurmët e rrugëve që Preka i ka shkel përpara, dhe ne kemi me ato pretendimet që kemi arritur të vazhdojmë të gjurmë të mëtejshme të artit serios, muzikës. Dhe keni rreth vetes natyrisht mjeshtra, artist, profesionist, mjeshtra të vokalit, këngëtar që ju i drejtoni dhe natyrisht i udhëhiqni drejt veprimtarive të ndryshme. Këtu është një 20 vjet punë dhe është ndoshta shumë e vështirë që ne në një kohë, sepse sot kemi edhe një orientim të ndryshëm, kjo shoqatë lot rol, dhe është një prej atyre filizave që siç e quajmë ne është vazhdimi i muzikës edhe veprës së Prenjakovës, dhe kjo nuk ka vetëm e detajuar në krijimtarinë e tij, sepse pjesë korale kryesisht të veprave të tija ne kemi zoruar të gjitha, por ne kemi arrit të nëpërmjet figurës së Prenjakovës të evidentojmë dhe të nxjerrim në formë artistike tashmë, nëpërmjet formave të ndryshme studimore edhe figura të tjera, siç janë bjefjala profesor Ramadan Sokoli, një aktivitet shumë i bukur për cilin ne kemi zhvilluar në bjefjala në vitin 2010, po kështu për familjen Zadeja, për Tonin Harapin dhe në mjetën dy figura lirike të dy formave letërsisë dhe të artit. Kështu më radh jemi munduar edhe për atë Martin Gjoke që ka një në frymëzuesit kryesor të veprës së Preks, po njëkohësisht të gjithë artit serios shqiptar.
Kjo ishte njëna prej formave. Forma e dytë ishte organizimi i veprimtarive me karakter tjetër më të gjanë. Dhe fjala shoqata ka organizuar festën e qytetit, festën ditën e luleve në shumë edicione. Apo ka marrë pjesë në konkurse si ansambël koral në 1500 konkurse ndërkombëtare. Këta janë forma edhe gjithmonë emri i tij dhe në një prej veprave të tij kanë kënd pranishme në punën tonë. Po kështu, ne kemi në një rast kemi bashkëpunuar së bashkut, në rastin e 50 vjetorit të operës Amerika, duket në 2008-ën. Ka qenë më herët kur kemi realizuar dhënia e titullit deri kombit. Ndërsa kjo është një festim tjetër që kemi bërë. Më përpara kemi bërë një dokumentar shumë interesant, edhe janë figura bile unë me respekt madh i ruaj në faqen e shoqatës tonë, ato intervistat që ti ke pas, edhe unë du me i përmend se janë është Lazar Siriçi që janë atë kohë, ai është vetë ma ke thënë, ka qenë intervista e fundit që ka pas edhe vetëm pas pak 2-3 javës ka ndruar jetë. Me Mustafa Karante. Është çuar pikërisht nga shtrati, është veshur, ka qenë shumë disponibël, jo vetëm ai, por edhe familjarët e tij. E vlerësoj pafund për këtë impenjim. Ja pra se jeton, sepse edhe ju keni bërë një punë të mrekullueshme, sepse keni gjetë autorin e veprave, libreteve të tija pak para vdekjes, dhe edhe figura ti jeton bashkë me muzikën e preks. Absolutisht. Kështu Tish Daia, po edhe basin Leo Prela. Po që unë i kam, kanë shumë like dhe shumë Aneta halën e shkret. Edhe ja ka dhënë intervistë brillante në atë kohë. Jashtëzakonshme. Janë emocione që vërtet edhe pas sa kohësh jetojnë, sepse siç themi, është i pavdekshëm për një kohë. Dhe ajo veprimtari që ai ka ushqyer, ka blatuar, ka nxjerr në art, në skenë, vërtet është një dritë e jashtëzakonshme e historisë së artit në Shkodër dhe artit shqiptar. Është shumë e vërtet. Bile unë them që ne jemi pak bogjdi, si themi, në drejtim, sepse përpjekjet e një shoqate janë përpjekje normale, sepse jo vetëm një shoqatë kulturore artistike, por ka shoqata të ndryshme që këta mund bletëritësit e tjerë, gjithë secili punon, po themi si bleta, për të qenë diçka të veçantë, angazhon njerëz në një formë të veçantë për të dhënë një drejtim të caktuar. Kurse detyra kryesore e institucioneve të Shkodrës është që Shkodrën të mos e lanë në këto nivele që ne sot i kemi. Jam i bindur që sot Shkodra nuk rrezaton më si në vitet kur ishte pregja kohë gjallë. Edhe në vazhdim. Jam i bindur që seriozitetin për muzikën, për ansamblet, pjesë përbërëse të formacioneve që ai i ka lënë tash grim qytetit ton, nuk janë më në funksionin e vetë. Por unë jam e bindur edhe në një fakt, John, se të tillë artist me këtë shkëlqim, të tillë talente nuk vinë shumë shpesh. Është e vërtet, por koha edhe po të krahasojmë mënyrën se si punoj pra, kushtet të cilat punoj atëherë. Dhe kushtet që sot janë të mundur, atje kërkojmë vetvetes, unë them që sot ne kemi avantazhe. Absolutisht po. Prandaj nuk mund të justifikohemi, sepse ai ishte me të vërtetë një figurë e madhe dhe e paarritshme, por ne kemi edhe eksperiencën e tij. Nëse themi për bandën, banda me thënë të drejtën është në formacione që ka dhënë vlerën e vet edhe këto vite. S'kemi pse po kuri ashtruit vetëm për shoqatës sonë edhe në një grupi tjetër. Pra a janë gjithë forma jo të drejtë për drejta, qyteti jo nuk i ka ofruar mundësi bashkëpunimit të madh. Pavarësisht ne kemi gjetë nëpërmjet shoqatës. Por ansambli mirëfillt nuk është. Orkestra simfonike, unë e tham me keqardhje, sot nuk ka. Shkodra nuk ka orkestrë simfonike. Unë e mend vitin e kaluar, kur ne u angazhuam në një aktivitet të madh, që mush një vit nga ky përvjetori 100 i lindjes së tij, ne u detyruam me marr një pjesë të elementeve të qytetit ton
dhe me thirr të tjerë. Gjon, jo vetëm për credo artistike dhe qytetare. Kjo që thoni ju kërkesa për formacione, të cilët deri në një farë kohë kanë qenë pranë shtëpisë së kulturës. Kërkesa natyrisht është e ligjshme, por unë jam më se e bindur se nëse përmendim përdorim një detaj sportiv, një bilbil, unë e di që të gjithë artistët do të mblidhen menjëherë në një eveniment anë në një tjetër për të realizuar. Por ajo që duhet të jetë të mbaj frymën gjallë gjatë gjithë kohës, natyrisht është një kërkesë e kohës për Shkodrën, sidomos që ka një traditë të tillë. Shkodra, unë e kam krahasu me pak hillrime, ta thënë të drejtën, ramjen e kategori inferiore të vllaznisë me ramjen e kategori inferiore të artit Shkodrës. Dhe këtë nuk e dedikoj thjesht punës bashkisë, sepse ne jemi shkodani, jemi gjithë gjallë, sepse ata kanë edhe probleme të tjera. Por sikurse kemi traditë, ne do të bëjmë punën. Është e pamujtur, Shkodra është qytet potent. Sot është nuk është thjesht një qytet, një bashki e vogël, një territor i vogël. Ka një territor shumë gjatë. Ka probleme pra më të mëdha, por problemet artistike do zgjidhen krym artistët konkret si janë këto. Dhe me këtë credo, me këtë grishje, me këtë edhe që përzihet edhe me një farë rebelimi të natyrshëm, unë dëshiroj që nëpërmjet kësaj bisede të kemi shpalosur mjaft mesazhe, por edhe motive jete të Prengjakovës, vlera të pa llogaritshme që ai vazhdon të na jap me artin e tij. Të falenderoj pafund Gjon që erdhe sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Të falenderoj pafund edhe për këtë ndjesi përgjegjëshmërie artistike që ti mbart, qoftë me formacionin, por edhe si pjesë e një komuniteti të gjerë, siç është komuniteti artistik i Shkodrës dhe më gjerë. Dhe të uroj gjithmonë sukses. Pikrisht nëpërmjet këtyre bisedave, këtyre pjesëmarrësve, këtyre artistëve që me veprimtarinë e tyre mbajnë gjallë këto formacione. Shpresojmë të japim natyrisht edhe mesazhe të fuqishme të vlerave të artit të vërtet. Të falenderoj dhe të uroj gjithmonë sukses.